Me shumë dashuri sot do të gatuaj me një mikesh time, por dhe të publikut shqiptar. Sot jemi zhvendosur në këndin e gatimit për të përgatitur njoki si asnjëherë më parë me një artiste shumë të dashur. Ajo është Aroilta. Mirëmëngjes, mirë se vjen, kënaqësi shumë që të kam këtu sot Aroilta. Faleminderit, kënaqësia është e imja, edhe uroj të bëjmë diçka të mirë. Të mirë, po bukur. Po ti e gjykon. Ti gatuan, si e ke raporti me gatimin? Tani unë kam luksin që kam mamin në shtëpi dhe gatuan ajo, po kohëve të fundit kemi pasur kështu ca probleme dhe kam gatuar unë një çik. Dhe ke gatuar nga pak. Dhe ku po gjëra më shumë kështu që i pëlqejnë mami dhe babi. Ku ke shkëlqyer më shumë, në cilën pjatë? Pastas. Se pastat, edhe ne pasta do bëjmë sot. Njokit i ke qef? I kam qef. Janë duken si janë lehta për të gatuar. Nga që janë kështu gjë e lehtë për të gatuar edhe mbaroj pak punë shpejt. Mirë, Aroilta, kjo do jetë një bisedë gatim sikur jemi në shtëpinë tënde ose në shtëpinë time. Po këtë rast po themi është e imja. Duke u nisur nga shtëpia televizive. Nisim gatuajmë së bashku edhe flasim pak edhe se me të çfarë po merresh ti së fundmi. Sa ditë u bën që ke prezantuar këngën? Pak ditë. U bën që me datë 9. Pak ditë, po. Që ke filluar të ke sjell një këngë të re dashurie. Po, dashurie më shumë ndarje. Ndarje, mungese. Mungese. Nuk vjen, besoj. Nuk është kështu personale. Nuk është personale. Jo. Tani pse gjithmonë të pyesin gazetarët? Se po bëjt njëtën gjë dhe unë, është personale apo jo? Pyesin se mendoj se jeta personale është diçka që intereson të gjithëve, po kjo kënga nuk është dedikim. Nuk është dedikim. Edhe pse ngjan si e tillë se është shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme, po jo, nuk është dedikim. Mirë, jemi mirë. Që ka patur një emocion të tillë e ka gjetur veten me siguri. Kush e ka dëgjuar për herë të parë këngën? Këngën për herë të parë e ka dëgjuar, në fakt e ka dëgjuar vetëm kolegu im që unë punoj, Alti. Të tjerët pastaj nuk e kanë dëgjuar. Mami një ditë para publikimit. Doja një para publikimit. Çfarë tha? I pëlqeu shumë, lotoj pak. Në fakt doja që t'ja bëja kështu surprizë kur kënga të ishte e plot, edhe prandaj nuk doja të merrja atë impaktin. Në fakt e kanë dëgjuar edhe dy shoqe tani që e mendoj. Dhe dy shoqe. Po, është ky ekipi në Tonjza që dëgjon gjithmonë apo këtë herë ishte kështu? Këtë herë ishte kështu. Mami e dëgjon përgjithsisht. Mirë, do bisedojmë teksa gatuajmë, do ta nisim me qepën. Po. Do na duhet tani ne do bëjmë njoki me pomodorini dhe mozzarella. Pra, ne në tavolin kemi pomodorini, kemi mozzarella, kemi njokit e gatshme, mund t'i bënim edhe vetë, por nuk kemi kohë mjaftueshëm, kemi salcën e domates, parmigiano, edhe qepën. Nisim nga gatimi me një herë. Tani do nisim po, e kemi. E bëra hapin e parë unë për ta përgëzuar edhe këtë kuzhina kur është kështu e re është e re edhe për mua. Edhe dal nga dal po e mësojmë gradualisht. Vaj, patjetër. Dhe po do t'i japim gjithmonë vajin e ullirit përdor në kuzhinë. Po, përgjithsisht. E kemi 100% shqiptar këtë vaj. Interesante. Nga ullinit e jugut. Je bujare në vaj ulliri si unë? Jam, më pëlqen. Aroilta, se nuk të kam pyetur, jo, po unë jam jugore dhe ne jugorët kemi një lidhje të mirë me vajin e ullirit. Mund ta marr pak apo i kam këtu? Okej, super. Mund të afrohesh, përdore, shfrytëzoje si kuzhinën tënde. Se së fundmi më the që ke bërë detyrë. Së fundmi po qepën për shembull e urrej ta urren. Po e urrej sepse. Po kush ta pret qepën zakonisht? Vllai gatuan shumë mirë, edhe ka dëshirë kështu, i pëlqen shumë të gatuaj. Unë po e gri pak imët. Po. Shumë mirë do bësh, se na duhet që të përzihet mirë me çdo produkt tjetër që do të kemi, dhe nuk na duhet gjithë qepa sigurisht për të ndërtuar. Po, nuk e di çfarë po bëj tani këtu. Okej, shumë mirë. Kam menduar që do të vinë në ndihmë, edhe di çfarë do bëj tani, do filloj me një herë do bëj gati domatet, po do më duhet të gjej. Do marr një tas për t'i bërë gati me një herë, ose më mirë një pjatë. Po do ndihmoj Aroilta me një herë me prerjen e pomodorinit. Faleminderit Alma. Po edhe në shtëpi nuk është se ne qëndrojmë gjithë ditën duke mos bërë asgjë, kështu që na duhet të përkushtohemi. Po më thej që kohët e fundit ke gatuar. Vllai është ai që e ka marrë këtë detyrë më shpesh se sa ti. Po i pëlqen shumë edhe unë kam përfituar pak. Kam thënë pse jo. Pse të lodhem unë, ku vllai bën një punë më të mirë se unë. Po vllai çfarë gatuan më së miri? I them mishin e gatuan shumë mirë, po edhe këto pastat i pëlqejnë shumë. Pra ti do ishte një ftesë ideale ti dhe vllai këtu. Po, do ishte interesante. Do të ishte shumë mirë. Aroilta, kam dëgjuar që familja është kudo me ty, edhe të ndjek. Po, e vërtet është. Nuk është informacion i gabuar. Jo, e vërtet është. Sa do më thënë gjithmonë kur munden janë aty edhe sidomos mami, se ka edhe kohën pak më të lirë.
ndërsa babi vjen në këto evente që janë kështu të shumë të rëndësishme. Dhe si është emocioni për ty kur i ke aty? Kur e di që janë backstage apo janë publik? Është gjithmonë pak më më stres, ndoshta. Edhe më qef, po edhe më stres. Po nuk e thënë ndonjë ditë që sot mos hajdeni. Jo, kam qef në fakt. Kur janë, sidomos babi, se nga që vjen pak më rrallë edhe është edhe më emocionues edhe më e bukur. Është pak më, domethënë, me zipres. Tani ka që qep na duhet. Po, je në rregull. Si një anvis e re në detyrë. Mos më gjyko, Alma. Jo, nuk të gjykoj as pak, thjesht do unë pak temperaturën. Se është pak lartë. Sepse nuk donim të përdorim gjalpin, se po të kishim përdorur gjalpin, do të siguroheshim që ta ruani më mirë temperaturën e vajt. Nëse të duhet kjo? Jo, se jam duke i bërë siç bën zhava më duhet një... Po. Shfrytëzohet sikur të jetë kuzhina jote, është kuzhina jone e përbashkët. Arilda, pas kësaj kënge, së pari është një pyetje klishe, por unë dua ta bëj. Prisje, ishte kjo periudhë e vlerësuar mirë për ta nxjerrë këtë këngë? Pra, ishte në kuadër të një muaji të veçantë? Është interesante se kënga është regjistruar që në tetor dhe është menduar që në majin e vitit të kaluar. Okej. Edhe thjesht mua më ndodhen disa probleme personale që nuk pata mundësinë që të xhiroj videoklipin. Edhe në shkurt xhiruam videoklipin, ka qenë kështu, domethënë i thoja djalit që më ka bërë videoklipin që të lutem dua ta nxjerr sa më shpejt. Edhe thjesht erdhi, në fakt duke qenë se dhe kënga është pak për periudhë kështu, mendoj unë para vere. Po, e tillë është. Doja ta publikoja tani. Po nuk është se ishte e lidhur me diçka, domethënë konkrete. Po, nuk prite po e publikoj në shkurt, ndoshta dhe shkoj pak më vonë. Jo, dhe erdhi në këtë moment. Thjesht unë thash doja ta publikoja që në dhjetor, po ashtu për arsye të ndryshme u shty deri në këtë moment. Po ndoshta ky ka qenë edhe momenti. Dhe çfarë pret një artist i ri kur publikon një këngë? Përpos dashamirësisë publikut, fansat, besnik, sigurisht që bëhet pjesë e repertorit tënd në çdo shfaqje publike që ti zgjedh të kesh. Normalisht pres që është përmbushur pritshmëria. Normalisht unë pres që kënga të pëlqehet edhe të këndohet kudo. Unë e kam kënduar 2-3 herë live, ka qelluar, domethënë. Edhe realisht është mësuar shumë shpejt sepse refreni është shumë catchy. Po, edhe kanë shumë të lehtë publiku që ka shumë të lehtë që ta mësoj. Po ti edhe fuqinë e radios, duke qenë se je një nga zërat e radios, e një mjaft mirë. Transmetimi në radio, në fakt në radio ku punoj ka qenë një ndihmë shumë e madhe. Edhe se unë mendoj se kënga nëse dëgjohet, edhe po, janë okay. Nëse dëgjohet dhe pastaj pëlqehet, mendoj se është një këngë që të ngel shumë në mendje. Edhe kjo quhet sukses. Është shpritur mirë, mendoj se kjo është e suksesshme. Pastaj normalisht këto klikimet, këto gjërat e kemi kuptuar që publiku ka shije, po, hedhi pomodorinë ose domatet, si do të thoshin zonjat që po na ndjekin nga shtëpia. Do ta bëjmë shumë të lehtë për ju këtë gatim sot. E bëra gafën, e bëra. Po nuk është gafë, të thuash domatet, zonja do thonë shqyrë që tha domate. Po, mund ta bëjmë me domate, patjetër. Da nga dalë, po shkojmë edhe në sezonin e domateve në Shqipëri, kështu që apo jemi këto janë një çik të bukura, janë më të lehta edhe janë edhe pak më të ëmbla. Edhe i shtojnë më shumë shije recetës. Do doja të ndaleshim pak tek mënyra se si me rritjen e temperaturave rritet edhe puna juaj. Pra ju jeni nga do, më duket, keni më shumë intensitet në shfaqjet e live-it. Po, është me periudha. Domethënë është periudha e verës. Kjo periudha pranverës është pak si më off. Domethënë është pak periudhë më e qetë se si duket sezoni në Tiranë mbaron edhe sezoni në verë. Dhe ka një pushim para vrullit që vjen së shpejti. Arita, po si a del se duke njohur koncertet e tua, ritmin, takimin me bizneset dhe gjithçka tjetër, duket gati e pamundur të jesh kudo një herësh. Shumë e lodhshme, me thënë të drejtën. Unë e kuptoj që pse ti zgatuan, madje të justifikoj. Nuk do më marrë një rjas për shtëpi më tani. Jo, unë besoj që shikote, bëj shaka. Unë gatuaj shumë mirë. Është shumë fat kesh një artiste në shtëpi, po të lutem tani. Rëndësi ka që gjëra që unë bëj hahen. Kjo, kaq ka rëndësi, askush deri tani nuk ka shkuar në spital. Të gjithë do ta shikoni se sa do shijoj kjo pjatë sot. Si a del? Se nuk është e lehtë. Mundohem që, duke qenë se unë bëj dhe një punë tjetër, siç ti e the, mundohem që të
menaxhoj shumë mirë kohën, por normalisht ka momente që nuk është se ja dal në të gjitha për t'i bërë të gjitha. Duhet ta pranosh pak që disa gjëra do ngelen dhe pa u realizuar mirë. Mendoj se domethënë e rëndësishme është te prioritetet. Mendoj se unë domethënë i vë prioritet gjërave që ka më shumë rëndësi për mua. Familja, sepse ke çfarë ke për të bërë, unë sinqerisht do ta zbuloj për publikun. Ti e pi kafen shumë pranë vendit tim të punës me prindrit e tu. Dhe unë sa herë të shoh, realisht më gëzon pa mas, sepse ne që nuk kemi mundësi të kemi pranë, shohim një gjë që do donim ta bënim. Kështu që shumë e veçantë. Ke ritmin tënd të jetës. Interesante që pastaj. Edhe tani s'është patjetër që po, tani s'është ditë me prindrit, për mua është shumë e bukur. Se mos na digjen këto. Jo. E vërtet është, gjithmonë, sidomos të shtunën e kam kështu me mamin, ndërsa të shtunën, domethënë edhe të dielën pastaj me mamin dhe me babin. Mundohem shumë që ta ruaj si gjë edhe kur më preket, domethënë që më duhet të iki diku ose për shkak të punës. Më duket sikur më mungon diçka. Ose janë bërë pjesë e pandar, edhe do hedhim dhe pak ujë, edhe rutinës tonë të përditshme patjetër. Gjithçka me sy siç bëjnë zonja që na ndjekin nga shtëpia për ta bërë sa më praktike këtë recetë për to. Deri tani gjithçka po shkon mirë Arilda. Jam okay me gjithçka që je shumë okay, po ti je okay me mua? Unë jam shumë e lumtur që do provoj njoftit. Po i lëm edhe pak. Më të mira se sa ato alla sorrentina që kam provuar. Pra, e ke shumë të rëndësishme që ta nisësh ditën me to. Dhe bën shumë mirë se besoj që një burim i mirë frymëzimi është ajo energjia e mirë që ne marrim në familjen tonë. Nuk është se merret dot kund tjetër. E vërtet është, edhe mami dhe babi janë realisht një nga, domethënë janë shtylla ime kryesore. Forca për të bërë gjithçka. Forca edhe marr mendimet e tyre gjithmonë. Kur bie fjala për muzikën, domethënë më impaktojnë. Ndonjëherë s'më pëlqen që më impaktojnë kaq shumë. Po, ka një ndikim të dukshëm. Po. Ata janë luria jote në thonjza e gjykimit edhe në aspektin gjithmonë. Domethënë, mendoj se nëse ata më japin një mendim, më japin se ashtu e ndjej. Unë marr shumë komente edhe për këngën që është shumë e bukur, edhe realisht mendoj se është një këngë shumë e bukur. Tani është një këngë vërtet fantastike. Do i hedhim një nga këto tabletat me perime. Po, tabletën nga Ken Boringer me perime kemi zgjedhur, unë e kam bërë gati për Aroildën se në këtë këngë të ri gatimi kam një frymëzim për të gatuar. Nuk e di, nuk po qëndroj dot më. Shumë gjatë qëndrova atje në fermën VIP pa përgatitur edhe unë një pjesë të gatimit, po nuk e di se me çfarë mund të më ndihmoj, se tani gjithçka ka marrë Aroilda shumë mirë në duar. Unë maksimumi po bëj pastrimin. Mjafton me praninë tënde, Elma. Nëse duan, mund t'i vendosin edhe rigon, edhe ne e kemi këtu. Për të shtuar më tepër shije. Madje ka një sugjerim për gjithë ata që duan të bëjnë një recetë tipike italiane, mund t'i kalojnë në fund edhe në një tavë të vogël balte dhe t'i vendosin në furrë duke shtuar djathtin që kemi për zemër dhe krijojnë një shije akoma më të mirë finale. Ose kur doni të bëni një përshtypje shumë të mirë teknik që po prisni për drek apo darkë Aroilda, se më beso kur të mësosh të gatuash shumë mirë, se ti di të gatuash. Kur të jesh një shef à la carte, më besoj që një nga gëzimet më të mëdha është të presësh miqin në shtëpinë tënde dhe të gatuash për ta. Po ti deri tani, jo, edhe unë e mendoj si një gjë që do më pëlqente shumë. Sidomos për shembull po të jetoja vetëm, do prisja me shumë qejf mamin dhe babin. Edhe shoqet e mia të ngushta. Do t'rregoj aftësitë tua të shkëlqyera. Po, më trego pak më tepër për Aroildën dhe ndjesit, për dashurinë. Se thonë që dashuria kalon nga stomaku. Ne s'kemi provuar gjë akoma në ushqim këtu, po na trego për dashurinë dhe Aroildën. Tani, çfarë të them? Jam shumë e dashuruar me jetën. Me jetën, okay. Këtë përgjigje marr gjithmonë. Po them këtë përgjigjen tipike. Tipike, po. Nuk është se ka diçka në që unë duhet t'ua jap si lajm thuaj sot. Nuk është se ka diçka. Por edhe nëse do kishte, do më pëlqente shumë gatuaja edhe për të. Ose të gatuante edhe ai për mua. Po. Të gatuante ai për ty. Me këtu ritme do gatuani të dy. Sepse do duhet një bashkëpunim, besoj. Tani do i hedhim pak njokit? Po, patjetër që po. Se ne po bëjmë gati. Edhe pak, më fal, edhe pak salcën. Patjetër, shtojmë salcën si fillim që të marrë edhe pak gatim. Tani më duhet një luk do ta gjejmë. Ja, po e marr me këtë. Ska gjë se do ta shoh prapë me sy. Okej. Gjykoje ti se sa salcë duhet, se edhe pomodorinë ta bër punën e tyre. Do doje të kishe në jetën tënde një artist? Mendoj se, do me thënë, është i pak një pyetje kështu
e vështirë, sepse shpeshherë kam menduar që po, sepse mendoj se do e kuptonte pak më mirë pasionin tim. Unë që ti bën dhe pasionin. Sepse një person tjetër, jo se mund të mos ishte supertues apo të mos e kuptonte, po thjesht ndoshta nuk do ishte aty 24 orë për mua. Në kuptimin, kjo është muzika është një punë shumë e vështirë, që ti duhet ka orë të gjata pune. Ka udhime jashtë qytetit. Po, dhe duhet ishte dikush shumë i kuptueshëm që ta pranonte. Po pastaj mendoj se edhe këtë tjetrën që nëse dikush të do, po, është gatshëm të kuptoj në cilin do profesion të jetë. Tani Njokit nuk i zjejmë para. Po, i lëmë që të bëhen mas homogjene me pjesën tjetër të salsës. Tani unë po i hedh kështu. Tregu bujare se më beso nga aroma e mirë jemi të gjithë uritur. Do hajmë të gjithë? Po, të gjithë që jemi këtu për t'i provuar. Po edhe të ndjekin edhe mamë me babin dhe ta kuptojnë që Aroilda është një vajzë se mund t'i bëjë të gjitha. E kanë kuptuar këto kohë. Këto kohë. Sa, më pëlqen modestia jote për të qenë shumë e sinqertë deri në fund. Beshaka. Aroilda, jo vetëm që po gatuan sot, po gatuan për të gjithë ekipin ton, edhe të gjithë jemi gati të bëjmë një juri e vogël. Po, këto do t'ja themi edhe anvisave, për t'u siguruar që Njokit kanë marrë edhe zjerën e dur. Në fakt duam shumë pak minuta, 5-6 minuta, jo si pasta e zakont, që do 10-15 minuta në varësi. Po, që të mos zbutet shumë. Në varësi edhe të përbërjes së saj. Mund ta ndihmojmë recetën edhe me ujë gradualisht. Mund të bëjmë paralelisht në një tenxhere ujë të nxehtë të vluar. Dohem paka shumë një gjysmë gote. Një gjysmë gote mjafton për e shkon që një eksperte nga tim. Më ule pritshmëritë mua në fillim edhe pastaj më tregove të kundërtën. Ne kemi zgjedhur edhe dy përbërës shumë interesant që çdo ambisi ka në shtëpinë e saj, është djathi parmigiano ose një djath tjetër i grirë dhe kemi dhe mozzarellën. Tani do ta presim më shumë shije. Po. Të duhet një thik, unë e kam bërë atë time, po ke një thik të larë, për të bërë gati mozzarellën. Ja, po të ndihmoj pak edhe me këtë. Tani, duart I kemi larë. Po. Thjesht mos... Edhe mos na kritikoni për mungesën e dorezave, por ne jemi si ju anvisat në shtëpi. Gatuani me doreza jo, nuk gatuani me doreza. Shton edhe shije, por gjithashtu edhe e bën kryon atë masën pak më homogjene. Pak më homogjene, bën lidhjen e produkteve më mirë në këtë rast. Edhe shkon shumë me salsën që kemi krijuar nga pomodorinit. Okej. Unë ja vendos në dorë. Kështu që po kujdesesh edhe të duket bukur. Patjetër. Edhe estetika. Kjo është më e rëndësishme. Nëse nuk ti vendosim të pak para apo? Po, edhe pak. Tregojmë bujar, mos u kurse. Mirë, Aroilda, hapi radhës se unë nuk e besoj që ju artistët, pasi publikoni një këngë, pushoni. Madje mendoj që ka dhe disa këngë aty ai momenti është pak në sirtar. Është ky momenti kur publikohet kënga, është edhe ai momenti që nuk di se çfarë të bësh pastaj. Po, thua, po çfarë do bëj tjetër? Domethënë, të duket kështu sikur mbaron çdo gjë deri në momentin që publikohet. Edhe marr pak këtu. Patjetër, të ndihmoj unë. Okej. Tani un kam një këngë të re, që po e punoj në studio. Po. Është një këngë që po e shkruaj vet. Uroj që të publikohet së shpejti, mendoj se do jetë diçka pak më ritmike. Po ndoshta nga që po ja afrohemi verës? Po edhe nga që un kam shumë këngë që I kam bërë domethënë janë balada, edhe ose këngë pak më të qeta, kështu që dua diçka tjetër. Tani nuk ka ndarje në këngën e radhës. Apo mos ndoshta. Nuk e di pse unë kam gjitha këngët kështu ndarjeje. Më vjen më lehtë të shkruaj ashtu, me thënë të drejtën. Po dhe publiku I ka për zemër, se fillon edhe gjen veten në këngë, në tekst, I ka çik melodi. Më qef këto këngët e ndarjeve. Për shembull, edhe në live kur këndoj këngë kështu ndarje, gjithë këndojnë. Këndojnë një zëri, edhe ata që janë të martuar dhe të lumtur. Po. Biles dua të them për Shën Valentin, isha diku në një mbrëmje live edhe të gjithë të dashuruar në sallë. Po, të gjithë dashuruar edhe po këndonin një këngën Pash dy syt në ballë që është shumë e njohur. Edhe të gjithë burrat edhe gratë ishin kështu edhe I thash po çfarë po bëni ore se keni dalë për të festuar sot. Po mirë, ka dashur të kenë një emocion ndryshe si Shën Valentin në fundit. Aroilda, po tani unë besoj se kjo është besoj është gati dhe ne ulim pak temperaturën për ta lënë
të realizohet ndoshta edhe pak masa homogjene, se jemi në fund, në cilin zhanër ti nuk do eksperimentoje kur, cila do qoftë shqiparat, cila do qoftë çmimi. Nuk besoj se ka. Pra nuk thua definitivisht është një këngë nuk e bëj lot. Sepse unë edhe në live, domethënë mundohem të këndoj të gjitha zhanret muzikore. Nuk e di, ndoshta ndonjë rock se nuk më përshtatet shumë vokalisht, edhe nuk do ta ndonjë rock shumë hard rock, domethënë. Ndoshta nuk do ta zgjidhja, po përgjithsisht të gjitha mundohem të këndoj nëse është një këngë e mirë. Dhe e fundit pyetje, se tani do vijmë me prezantimin e pjatës. Ti edhe me pak çfarë do ishte tjetër? Do të shtoj pak djath parmigiano. Djath parmigiano. Pak këtu. Po, shtojmë pak këtu dhe pak në fund të recetës. Mund ta shtosh siç bëjmë në shtëpi, pa problem. E fundit, a ke ti lidhur gjithmonë me profesionin, se e kuptuam që aspektin emocional nuk e një lajmi që do t'i ndash me ne. Do ta ndaj të ty, Alma, të premtoj se të kam premtuar edhe një herë tjetër. E kuptoni, të tregoj dikush sekretet e zemrës është premtimi më i bukur publik, se sekretet e profesionit edhe këngët i tregojnë të gjithë gjithmonë, dhe i tregojnë të gjithë. Kjo është shumë e bukur. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Po dhe do e pres atë moment, mos kujto se do bëjmë dasëm. Po do bëjmë dasëm, pse jo. Po ke ti një ëndër në sirtar në lidhje me profesionin, lidhje me këngën, ndoshta përfshirë një kompeticion, ndoshta një recital, ndoshta një natë dedikuar vetëm me këngët e tua, me kalimin e kohës. Po, ishte e bukur se mami sot po diskutonim bashkë për një koncert recital. Dhe më tha që kur ti bësh 10 këngë do e bëjmë një. Edhe në fakt mendoj se është ëndra e çdo artisti për një koncert recital. Patjetër, edhe unë i dash njëjtën përgjigje që do t'jap edhe ty, që nëse këngët e mia kanë arritur që të pëlqejnë aq shumë sa unë të bëj një koncert recital, patjetër që po. Për ata që duan muzikën, edhe për miq, edhe për ata kolegë të cilët kanë qëndruar pranë. Mirë, Arilda, mami pas ka një super intuit, e përshëndesim shumë dashuri për të. Çfarë shenjash në horoskop? Ujor. Ujor, dhe ujorët kanë gjithmonë një intuit shumë të mirë, përveç se janë fantastik dhe social. Mirë, jemi gati, besoj. Po, gati. Tani të ndjekim me vëmendje mami të shojë çfarë ka bërë Arilda. Tani unë doja të ndihmoja edhe me këtë nëse do për ta servir, për ta bërë pak më të lehtë, sepse djathi do bëj të vetën. Ti vetëm sigurohu që tigani nuk na ikën tani në prezantim. E po tani nuk ka. S'do ta kishim bërë këtë harrova. S'do ta kishim bërë këtë, s'do ta kishim bërë. Po mendova se do. Ja do të ndihmoj unë tani më një herë. Mendoj se e kemi realizuar më së miri. Se kush është ajo që krijon një pjatë si Picasso? Po të lutem tani se është gatim. Nuk ka se si të jetë i mrekullueshëm. Jo, asnjëherë. Unë nuk bëj pjata si Picasso. Nëse unë do kisha talent në pikturë, do isha duke bërë diçka tjetër. Jo, mendoj se kaq është mjaftueshëm. Se kjo është vetëm për mua. Okej. Këtë po e ha. Dhe nëse e ke parë, unë kujdesem shumë për ushqimin. Po jo kur vjen ti këtu. Dhe hapi i fundit, Arilda, i shtojmë djathin, të lutem, është e gjithë merita jote për këtë pjatë sot. Wow. Aroma është fantastike. Unë s'ndjej aroma zakonisht, kështu që jemi. Ma lër mua në gjykim, dhe aroma është vërtet shumë e mirë. Tani unë kam shumë qejf të hedh shumë djath, nuk e di për ty. S'ka gjë, do ta shtojmë rrugës. Faleminderit shumë sot. Unë e kam shijuar bisedën, po aq edhe gatimin. Gjithashtu. Realisht kënaqësi shumë, unë ndjeva realisht në shtëpi. Kur të gatuash herë tjetër lazarin ose ëmbëlsirën, eja dhe na jep ndonjë lajm. U bra dhe unë si mami. Faleminderit shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Publiku i themi që jemi nesër në 7:05.